Në Gjirokastër është zhvilluar faza e dytë e Festivalit të Shkencës 2026 në rang zyre vendore arsimore. Ky aktivitet nxori në pah njohuritë, aftësitë kërkimore të nxënësve dhe përfshiu shkollat e mesme të qytetit ku të rinjt prezantuan 10 projekte që lidheshin me teknologjinë, mjedisin e të tjerë. Është një moket i thjesht, i cili do të realizohej me anën e lëvizjes automjeteve me shpejtësi mbi atë që lejohet, do të aktivizojë një siluet polici, e cila do të ndikojë në psikologjinë e shoferëve dhe do të bëjnë të mundur uljen e shpejtësisë së tyre. Projekti tonë parfumi. Ne këtë projekt e kemi përdorur për të dhënë një aromë të mirë, por edhe për të qenë më të sigurt nga dalja e rreziqeve që mund të jenë parfumet. Projekti jonë është ura me elektromotor. Koncepti i saj neve na lindi si ide bazuar në përmbytjet të cilat kanë befasuar Shqipërinë. Vita Bot është robot mjekësor, ndihmës mjekësor, në mënyrë që të tregojë informacionet e nevojshme si për mjekët, po ashtu edhe për infermierët apo edhe për pacientët. Pra neve kemi marrë në mbikëqyrje edhe ata që janë mjek, edhe ata që janë pacient, ata që do të kenë nevojë për një mjekim të caktuar. Sot kemi ardhur që të prezantojmë projektin Ngjyrat e Paqes, i cili flet për paqe në botë, sepse kohërat e fundit ka patur shumë luftra. Dhe duam t'ju themi të tjerëve se arti dhe shkenca nuk janë dy botë ndara, por janë dy anë të së njëjtës medalje, ku ne e shohim laboratorin tonë në Telajo, në kamerë dhe në estetik. Etleva Yzo, drejtoresh në zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov, e cilësoi festivalin si një dëshmi të potencialit të nxënësve. Në këtë festival kemi sot në fazën e dytë kemi 10 projekte, nga të cilat 3 i kemi nga Gjimnazia Asim Zeneli, 2 i kemi nga Gjimnazi Siri Shapto dhe projektet e tjera i kemi nga shkollat e tjera të mesme të qytetit. Nga shkolla Muhamet Gjollesha, nga shkolla Avni Rustemi, i kemi nga shkolla Bilal Golemi dhe i kemi dhe nga shkolla pedagogjike dhe nga shkolla e muzikës. Në këto projekte nxënësit, duke punuar me mësuesit mentor për një kohë të gjatë, kanë përgatitur idetë e tyre, i kanë zhvilluar ato, pra ka lindur projekti, ideja, janë zhvilluar ato, kanë zhvilluar konkurset në bazë shkolle dhe këtu jemi në fazën e projekteve më të mira. Projektet fituese do të përfaqësojnë Gjirokastrën më tej në rang qarku dhe më pas në konkursin kombëtar.